Ndërdia, partner për të arritur sukses. Të kesh sukses do të thotë të jetosh në mënyrë të suksesshme. Kështu që qetësia, lumturia dhe kënaqësia afatgjate e ndokujt do të mund të quhej sukses. Karakteristikat e vërteta të jetës si qetësia shpirtërore, harmonia, tërësia, siguria dhe lumturia janë abstrakte dhe burojnë nga thellësitë më të mëdha dhe më të fshehta të qenies njerëzore. Duke menduar për cilësitë e tilla të jetuarit, ne ato përgjithmonë i fusim në ndërdijen tonë. Në çmënyrë ato bëhen pjesë e gjithësisë. Ku zbrejnë as tenja, as ndryshku e ku vjedhësit nuk birojnë mure, as nuk vjedhin. Mateu 6:20. 3 hapa deri te suksesi. Ti shqyrtojmë të 3 hapat që të çojnë ka suksesit. Të bësh hapin e parë do të thotë ti veçosh aktivitetet më të dashura. Menjëherë pas kësaj do të duhej edhe të merreni me to. Ti ushtroni si punën tuaj të përditshme. Sukses do të thotë ta duash punën tënde. Psikiatri, për shembull, nuk do të duhej ta varte diplomën e vet në mur dhe me këtë ta kryej punën, por në vend të kësaj, ai do të duhej t'i përcjell revistat profesionale, të shkojë në tubime të rëndësishme dhe vazhdimisht të informohet për zbulimet më të reja nga lëmi i mendjes njerëzore. Me fjalë të tjera, do të duhej rregullisht të tuboj informacione rreth metodave më të suksesshme dhe më bashkëkohore për lehtësimin e vuajtjes njerëzore. Psikiatri ose mjeku i suksesshëm, patjetër nga thellësia e shpirtit të vet, duhet të interesohet për pacientin e vet. Dikush do të pyeste, si duhet filluar? Si duhet bërë ky hap i parë? Ç'duhet bërë? Për kapërcimin e shkallës së parë do të duhej të thuaj ky mendim. Inteligjenca e paskajshme e ndërdijes sime ma zbulon vendin tim të vërtet në jetë. Këtë lutje drejtojani shtresës së poshtme të mendjes suaj dhe atë rregullisht në qetësi, me bindje dhe me dashuri. Po që se e bëni këtë me besim dhe me dashuri, përgjigja do t'ju vijë në formë të ndjenjës, në formë të parandjenjës ose në formë të tentimit që do t'ju çojë në ndonjë drejtim të caktuar. Me që rast ajo do t'jetë mjaft e qartë, duke bartur me vete qetësinë, si dhe duke pasur formën e bindjes së thellë dhe të qetë. Hapi i dytë në drejtim të suksesit është aftësimi i përsosur në degën e caktuar të secilës veprimtari, si dhe përvetësimi i kësaj dege në masë më të theksuar në krahasim me të tjerët. Po që se për shembull ndokush e zgjidh kimin si profesion të vetin, do të duhej të përqendrohej në njërin prej lëmejve të shumë të ngushtë të tij. Do të duhen që tërë kohën dhe tërë kujdesin e vet t'i adhuroj specializimit të zgjedhur, të përpiqet t'i zbuloj të gjitha burimet e informatave, të gjithë ekspertët dhe të gjithë specialistët e këtij lëmi. Do të duhej të kryej punën e vet me dëshirë e me zjarr për të qenë në shërbim të mirëqenies së tërë botës. Ai që është më i madhi ndër ju, le të bëhet shërbëtori juaj. Qëndrimi i tillë mendor është plotësisht i kundërt për njeriu që për t'ia dalë disi në skaj interesohet vetëm për veten. T'ia dalësh në skaj nuk do të thotë se vërtet ke arritur sukses. Njeriu duhet të ketë motiv më të fortë, më fisnik, që e karakterizon dashuria ndaj njerëzve, pra duhet shërbyer të afërmve, bukën tënde duhet ta ndash me nevojtarët. Hapi i tretë është edhe më i rëndësishmi në fakt. Duhet të jeni të bindur se ajo ka e cila tentoni nuk është vetëm për të mirën tuaj. Dëshira juaj nuk guxon të jetë vetjake, por do të duhej që në një farë mënyre t'i kontribuoj mirëqenies së njerëzimit në tërësi, pra duhet krijuar
rrethi i plot. Me fjalë të tjera, ideja që ju prin do të duhet të ishte në pajtim me nevojat e botës që ju rrethon. Vetëm me atë rast, ajo do t'ju kthehet e fisnikëruar dhe e materializuar. Në të kundërtën, po që se ju shërben vetëm juve, atëherë rrethi nuk do t'jetë i mbyllur, sepse diku në jetën tuaj do të vijë deri te kontakti i shkurtër i shprehur si skamje as si sëmundje. Matja e suksesit të vërtet. Dikush do të thoshte, por filan fisteku është pasuruar duke shitur aksione të zhvlerësuara. Ndoshta kjo është e vërtet, por të hollat që fitohen duke mashtruar të tjerët zakonisht harxhohen shpejt. Të vjedhësh tek ndonjë i afërm do të thotë se ke vjedhur vetveten, sepse në këtë mënyrë të kaplon ndjenja e privimit dhe e shtrëngimit, e cila së shpejti shprehet në shëndetin tënd, në jetën tënde familjare ose në vendin e punës. Ajo që e mendojmë dhe që e ndjejmë gjithmonë e gjen mënyrën e vet te materializimi. Edhe nëse ndokujt i ka shkuar për dorë të grumbulloj pasuri duke i mashtruar të tjerët, nuk mund të thuhet se ka qenë i suksesshëm. Nuk ka sukses pa qetësi shpirtërore. Ç'nevojitet gjithë ajo pasuri kur njeriu nuk mund të flejë, kur sëmuret apo kur e mendon brejtja e ndërgjegjes. E pata njohur një banor të Londrës i cili detajisht më kishte rrëfyer për veprimet e veta. Si kriminal profesionist i vjedhjeve të xhepit, kishte tubuar pasuri të madhe. Në Francë kishte një vilë, ndërsa në shtëpi jetonte si mbret i vërtet. Nga ana tjetër vazhdimisht e mundonte frika nga burgosja, vuante nga një varg çrregullimesh të vogla që padyshim ja kishte shkaktuar frika e përhershme dhe të brejturit e ndërgjegjes. Ai ishte i vetëdijshëm se kishte bërë vepra të këqija. Ndjenja e fajësisë, e cila kishte lëshuar rrënjë të thella tek ai, i kishte sjell brenga të ndryshme. Më në fund, ky njeri ishte paraqitur vetë në polici dhe kishte shkuar për ta vuajtur dënimin e vet. Pas daljes nga burgu, kishte kërkuar ngushëllimin e shpirtit dhe këshilla psikologësh, kështu që ishte bërë krejtësisht tjetër njeri. Ishte punësuar dhe ishte bërë i ndershëm, qytetar lojal. Ju përkushtua asaj që dëshironte të punonte dhe më në fund për të parën herë kishte përjetuar lumturi të vërtet. Personi i suksesshëm e do punën, sepse nëpërmjet saj dhe aktiviteteve të tjera e shfaq personalitetin e vet. Suksesi bazohet në ideale shumë më të larta se sa grumbullimi i thjeshtë i pasurisë. Njeriu i suksesshëm është personi që ka aftësi të lartë natyrore të kuptuarit psikologjik dhe shpirtëror. Shumica e fabrikantëve të suksesshëm, sipas njohurive të mia, për suksesin e vet janë borxhlin përdorimit të drejtë të ndërdijes së tyre. Para ca vitesh në një gazetë ishte botuar një artikull që i kushtohej pastanikut naftier Fleglerit. Ky magnat e kishte pranuar se fshehtësia e suksesit të tij qëndron në faktin se ai ishte në gjendje të paramendonte projektin të përfunduar dhe plotësisht të kompletuar. I mbyllte sytë, e paramendonte instalimin fabrikor për prodhimin e naftës, i shihte vagonët në binar, i dëgjonte burit dhe e ndjente erën e tymit. Pasi që shihte se lutja i plotësohej, ndërdia e tij përkujdesej për realizimin e saj material. Po që se jeni në gjendje të paramendoni ndonjë qëllim, fuqia çuditëbërse e ndërdijes në mënyrën që vetëm ajo e di, pas një kohe të caktuar, do t'ju bëjë të mundur që vërtet ta ndjeni atë si pjesë të përvojës së drejtë për drejtë. Duke i shqyrtuar të 3 hapat e propozuar që çojnë ka suksesi, kur nga mendja mos e largoni aftësinë krijuese të fuqisë së ndërdijes, nga e cila janë përcjell. Fjala është për energjinë, pa të cilën nuk mund të arrihet kurrfarë suksesi. Mendimi është krijues. Ai i mishëruar me ndjenjën shndërrohet në besim subjektiv, në bindje, dhe le të bëhet sipas besimit tuaj.
Të njohurit e fuqisë së aftë në brendi tuajën, e cila është gjendje t'i realizoj dëshirat tuaja, ju asjell vetbesimin dhe ndjenjen e qetësisë shpirtërore. Pavarësisht se me çka merreni, do të duhej t'i mësoni, t'i njihni dhe t'i kuptoni ligjet e ndërdijes. Kur e përvetsoni mënyrën e të përdorurit të fuqisë së mendjes suaj, si dhe kur e arrini të shprehurit e tërësishëm të personalitetit tuaj, të kthyer ka të afërmit tuaj, do të gjendeni në rrugë të sigurt të suksesit të vërtet. Kur të arrini këtë, nuk do të ketë forcë as në tokë e as në qiell që t'ju pengojë në arritjen e suksesit tuaj. Realizimi i ëndrrës së kahershme. Një aktor i njohur i filmit, përndryshe pa ndonjë kualifikim të lartë shkollor, në Besim më kishte thënë se kur ishte fëmijë ëndërronte të merrej me aktrim, aktor i njohur filmik. Derisa punonte në fushë, derisa kosiste, derisa i milte lopët ose derisa merrej me punë të ngjashme, kishte thënë: "Gjithnjë e paramendoja emrin tim të shkruar me drita neoni, të vendosur mbi një sallë të madhe kinematografike." Vite me radhë më qëndroi kjo pamje në kokë, derisa një ditë nuk u largova nga shtëpia. Punoja punë të parëndësishme në industrinë filmike dhe në mënyrë suksesive depërtoja përpara. Erdhi dita kur emri im vërtet u paraqit i shkruar me drita shumë të mëdha neoni. Ëndra fëminore mu realizua. Mëtej kishte shtuar: "E di se fuqia e imagjinatës sjell sukses." Ëndra e pavarur shndërrohet në realitet. Para 30 vjetësh e pata njohur një farmacist të ri që merrte pagë javore $40, të rritur me përqindje nga shitja e realizuar. Brenda 25 vjetësh do t'jemi lodhur fare dhe mezi do ta pres pensionimin, më tha farmacisti. Unë ju pata përgjigjur në këtë mënyrë: "Përse nuk provoni ta hapni një dyqan tuajin? Lëreni vendin e tashëm të punës, ngrijeni kokën lart, filloni të ëndërroni, nëse për asgjë tjetër së paku për hir të fëmijëve tuaj. Ndoshta djali do të bëhet mjek, ndoshta vajza juaj do të bëhet muzikante e njohur." Ma kishte kthyer shkurt se nuk ishte para të mjaftueshme. Mirë po në fund kuptoi se njeriu është në gjendje të arrijë çdo gjë që mendon se është reale dhe e vërtetë. Hapin e parë paraqiste të njohurit e fuqisë së ndërdijes së vet. Këtë ja pata shpjeguar shumë shkurt në fakt. Në hapin e dytë e kuptoi se ndërdia e tij në mënyrën e vet do ta realizojë secilën ide që do t'ja përcillte. Kishte filluar të paramendonte se posedonte barnatoren e vet. Në kokë ai rendiste shishëzat, i përgatiste recetat, si dhe i përfytyronte ndimësit e vet duke i shërbyer konsumatorët. Ai e kishte përfituar madje edhe xhirollogarin e vet bankare dhe kësaj radhe një shumë të madhe parash. Ishte thelluar në këtë paramendim dhe kishte filluar të merrte frymë, të mendonte dhe të sillej si të ishte vetë pronari i dyqanit. Vazhdimi është mjaft interesant. Atë e kishin larguar nga puna. Në mendje kishte gjetur punë të re në një varg shitoresh me mall të konsumit të gjerë. Së shpejti u dallua nga të tjerët, u bë udhëheqësi i një shitorje dhe pas një kohe drejtor i të gjitha shitoreve të një regjioni. Gjatë 4 vjetëve kurse o mjaft para sa për t'u pavarësuar, hapi barnatoren e vet dhe e pagëzoi me emrin Ëndra. Kjo është pikërisht ajo barnatoria që i kisha ëndërruar, më kishte thënë. Ai pastaj është bërë afarist i suksesshëm, e donte profesionin e vet dhe ishte i lumtur. Ndërdia si ndihmë në punë. Para ca vitesh, para një numri njerëzish afarist, ligjërova për fuqinë e ndërdijes dhe të imagjinatës. Me atë rast e pata përshkruar mënyrën se si gëte i madh me mençuri e kërkonte ndihmën e imagjinatës kur haste në vështirësi e në pengesa. Njohësit e jetës së tij shënojnë se ai ka pasur shprehi që me orë të tëra të zhvillojë biseda të paramenduara.
Në këso rastesh, vetesja paraqiste ndonjërin nga shokët e vet, i cili i ulur në karrige sikur i përgjigjej pyetjeve të tij. Me fjalë të tjera, kur e mendonte ndonjë problem, ai me lehtësi e parafytyronte ndonjë shok duke ia dhënë përgjigjen e duhur dhe atë së bashku me lëvizjet gestikulative dhe me mëngjyrën e duhur të zërit, përfytyrimi gjithmonë ishte i gjallë dhe real. Njëri nga dëgjuesit e mi ishte një ndërmjetësues i ri i bursës. Teknika e gëtes i kishte lënë përshtypje të mëdha, të thella, prandaj kishte vendosur që ta përveconte atë. Pra, ai kishte filluar të zhvillonte biseda të paramenduara me një mik të vetin, përndryshe bankier shumë i pasur, i cili e përuronte për vlerësimin e mençur që kishte bërë në zgjedhje të qelluar të aksioneve që do t'i blinte. Ai gjithnjë e më tepër me ngulm e dramatizonte situatën e tillë të parafytyruar derisa nuk e kishte arritur rrënjosjen psikologjike të saj në mendjen e vet, për të vepruar si bindje e plotë dhe e pa luhatshme. Është e qartë se bisedat e imagjinuara plotësisht pajtoheshin me qëllimin e këtij djaloshi për t'u bërë këshilltar i denjë dhe për të investuar para te klientët e vet. Ai më shumë si gjithçka tjetër dëshironte të punonte për mirëqenien e tyre dhe për rritjen e pasurisë së tyre materiale. Sa më shumë i njohur, ai është duke korrur mjaft sukses, ende merret me punën e ndërmjetësuesit dhe vlen si njëri ndër më të veçantit në vend për këtë profesion. 16 vjeçari falimentimin e shndërroi në sukses. Një i ri, nxënës i shkollës së mesme, më është drejtuar me këto fjalë. Kam nota shumë të dobta. Mësova se problemi i tij i vetëm ishte mos interesimi si dhe neveria që ndjente ndaj arsimtarëve dhe shokëve të vet. E mësova se si ta përdorte ndërdijen e vet për ta përfunduar me sukses shkollimin. Pas kësaj, ai disa herë në ditë dhe rregullisht filloi t'i përsëriste disa fjali, sidomos para se të flinte dhe kur sapo zgjohej nga gjumi, sepse këto janë momentet më të përshtatshme për përvretësimin e ndërdijes. Ja se ç'përsëriste. Kuptoj se ndërdia paraqet depon e memorjes time. Në të mbetet çdo gjë që lexoj dhe dëgjoj nga arsimtarët e mi. Kam memorje të përsosur, inteligjenca e paskajshme e ndërdijes sime gjithmonë më tregon për atë që kam nevojë të di në provime dhe gjatë kryerjes së detyrave, qofshin ato me shkrim a me gojë. Të gjithë arsimtarëve dhe shokëve të mi u apërcjell dashurinë dhe vullnetin. Sinqerisht u dëshiroj sukses dhe çdo të mirë në jetë. Ky djalosh sot krejtësisht e ka ndërruar fatin e vet. Të gjitha notat i ka shumë të mira dhe ka shumë shok. Si dhe gjatë tërë kohës vazhdon t'i përfytyrojë arsimtarët dhe prindërit duke ja uruar suksesin në mësime. Si të blihet, atë shitet me sukses. Gjatë shitjes dhe gjatë blerjes, duhet pasur ndërmend se pjesa e ndërdishme e mendjes është jo vetëm iniciues, por edhe motor kryesor i veprimit. Pra, motorin duhet ta vënë në lëvizje që të punojë. Vetëdia nga ana e vet ka rolin e nxitësit që i zgjon fuqitë e ndërdijes. Hapi i parë i përcjelljes së dëshirës, idesa përfytyrimit në thellësi të ndërdijes, është shlodhja trupore dhe mendore, përqendrimi i vëmendjes, të qetësuarit e shpirtit dhe të ngadalësuarit e të gjitha veprimeve dhe lëvizjeve trupore. Një qëndrim i tillë mendor dhe trupor nuk i lejon mendimet e gabuara të futen ndërmjet ndërdijes dhe idealit. Veç kësaj, para qëndrimit të ngadalësuar pasiv dhe të hapur mendor, secila përpjekje bie deri në shkallën më të ulët. Hapi i dytë nënkupton të paramenduarit e së dëshiruarës si të ishte e vërtet, po qëse ju shfaqet dëshira për të blerë shtëpi të re, atëherë do të duhet që në gjendje të çlodhur ta thoni pohimin vijues. Inteligjenca e paskajshme e ndërdijes sime ka aftësi natyrore të mençurisë dhe të diturisë gjithëpërfshirëse.
Në këtë moment, ajo ma tregon shtëpin ideale e cila u përgjigjet të gjitha ëndrave, kërkesave dhe nevojave të mia dhe nuk i tejkalon mundësitë e mia materiale. Këtë kërkestimen ja përcjell ndërdijes i bindur se ajo do të përgjigjet në pajtim me kërkesën e pranuar. Ja dorëzoi dëshirën po me të njëjtën shpresë me të cilën bujku mbjell farën e arë, duke besuar thellësisht në ligjin e rritjes dhe të zhvillimit. Përgjigjja e lutjes së bërë mund të shfaqet në formë të shpalljes nëpër gazeta, në formë të këshillës të ndonjë miku, por edhe në formë të fuqisë së brendshme, e cila do t'ju çojë drejt tek shtëpia që e keni paramenduar. Njohuria kryesore nga e cila edhe jeni nisur është se përgjigjja do të arrijë pa kurfar dyshimi, por vetëm nëse besoni në efektivitetin e ndërdijes suaj. Po kështu duhet vepruar edhe me rastin kur keni për ta shitur shtëpinë, tokën a cilën do formë tjetër të pasurisë suaj. Një numër ndërmjetësuesish në shitblerjen e pasurisë së patundshme u kam treguar se në ç'më mënyrë e kam shitur shtëpinë time në Los Angeles. Më vonë, kur filluan të përdornin teknikën që ua përshkrova, patën arritur rezultate të lakmueshme. Në kopshtin para shtëpisë e pata vënë një shenjë të madhe ku shkruaja: pronari shet shtëpinë. Të nesërmen para se të flija i thash vetes: ç'do të bëje sikur ta kishe tashmë të shitur shtëpinë? Pyetjes sime ju përgjigja kështu: do ta kisha hequr atë shenjë të shkruar dhe do ta kisha hedhur në garazh. Në imagjinatën time ashtu edhe veprova, pra e parafytyrova veten duke shkulur shenjën prej toke, pastaj duke vendosur atë mbi shpatull dhe pasi hyra në garazhin e shtëpisë e përplasa në dysheme dhe në mahi i thash: nuk më nevojitesh më. E ndjeja një lehtësim të thellë duke paramenduar se puna rreth shitjes kishte përfunduar. Të nesërmen më trokiti në derë një njeri i panjohur me të cilin së shpejti u kuptuam për kushtet e shitjes. Më la kaparin prej $1000 dhe më tha: mund ta hiqni atë shenjë nga kopshti, nesër do ta nënshkruajmë bashkë kontratën. Menjëherë shenjën e pata çuar në garazh, pra aksioni im i brendshëm është përputhur me atë të jashtmin, me objektiven. Këtu asgjë nuk ishte e çuditshme e as e re, sepse në ekranin jetësor zhvillohen ngjarje që janë në pajtim me përfytyrimin ton. Jashtësinë e reflekton brendësia. Ja edhe një metodë preferuar që përdoret me rastin e shitjes së shtëpisë, tokës atë trajtave të tjera të pasurisë, lehtas, thekshëm, në qetësi dhe me bindje thoni: inteligjenca e paskajshme tërheq vlerësin e shtëpisime që e dëshiron këtë shtëpi dhe që në të do t'jetoj me kënaqësi. Vlerësin do t'ma gjej inteligjenca krijuese e ndërdijes, ajo asnjëherë nuk gabon. Ky vlerës me siguri se do t'vizitoj edhe shumë shtëpi të tjera, por në realitet vetëm timen e dëshiron dhe vetëm atë do ta blej, sepse atë e udhëheq inteligjenca e paskajshme e cila e bashkon ndërdijen time me të tijan. Unë e di se tani është momenti i vërtet, çmimi i vërtet dhe vlerësi i vërtet. Çdo gjë në lidhje me shtëpinë e shitjen e shtëpisë ime zhvillohet mu ashtu siç do të duhej të zhvillohej. Rrymat e thella të ndërdijes na lidhin mendjet që të dyve edhe për këtë jam plotësisht i bindur. Gjithnjë duhet pasur ndërmend se ajo ka e cila tentoni ju në të njëjtën kohë është edhe ajo që tenton t'ju afrohet. Kështu që gjithmonë kur ju dëshironi ta shisni shtëpinë tuaj ose ndonjë trajt tjetër të pasurisë suaj, ekziston dikush me të njëjtin interesim a dëshirë për ta blerë atë nga ju. Me përdorim të drejtë të fuqisë së ndërdijes suaj, do ta lironi mendjen tuaj nga çdo ndjenjë konkurrence dhe shtrëngimi që do të mund të lajmërohej me rastin e ndonjë shitjeje a blerjeje të re. Si ta fusni në dorë atë që dëshironi. Një grua e re i ndjek me rregull ligjëratat dhe ushtrimet e mia.
Më herët, ajo detyrohej t'i ndëronte 3 autobus të ndryshëm për të arritur deri tek instituti im, për ç'gjë nevojitej 1 orë e gjysmë në një drejtim. I pata shpjeguar rastin e një të njohurit tim. Atij, për të shkuar në punë, i nevojitej automobili të cilin më në fund edhe e bleu. Kjo grua e re në shtëpi të vet rregullisht e ushtronte metodën e cekur. Me lejen e saj, po e transmetoj një pjesë të letrës që më kishte dërguar. I dashur doktor Marfi, do t'ju përshkruaj mënyrën se si erdha deri te Cadillacu. Ju e dini se kisha dëshirë të flakt për një automobil me të cilin vazhdimisht dhe pa pengesa do t'i ndiqja ligjëratat tuaja. Rregullisht imagjinoja vozitje me automobil. Në të vërtet përfytyroja se si hyja në një shitore të madhe ku ishin veturat, kontaktoja me shitsin, ulesha pranë drejtuesit dhe vozisja disa qindra metra. Në pyetje ishte një Cadillac, të cilin pata filluar ta ndjeja plotësisht si timin. 2 javë të plota i kthehesha filmit tim mendor, e përjetoja për mallimin pranë drejtuesit, i fusja në memorie rrugët nëpër të cilat kaloja gjatë kësaj vozitjeje e tjerë. Para ca ditësh, në ligjërata erdha me Cadillacun tim. Një kushërir im, të cilin gati e kisha harruar fare, para ca kohësh vdiq dhe më la tër pasurinë e vërtet të tij. Përfshirë këtu edhe Cadillacun në fjalë. Teknikën e suksesit e përdorin shumë njerëz afarist. Afaristët e njohur shumë herë në ditë, në heshtje, e përsërisin fjalën sukses, derisa ta bindin veten se suksesi u takon pikërisht atyre. Gjatë kësaj, ata shumë mirë e dinë se ideja e suksesit në vete i përmban të gjithë faktorët kryesor të vetë suksesit. Rrjedhimisht do t'ishte e nevojshme që me besim dhe me bindje të plot të filloni ta përsërisni fjalën sukses. Ndërdia juaj do t'ju apranoj atë si të vërtet dhe do t'ju detyroj të gjeni rrugën e suksesit dhe të niseni kahai. Pra, njeriu është i detyruar t'i shprehë besimet e veta subjektive, përshtypjet dhe bindjet e veta. Çdo methënie ka suksesi për ju. Dëshironi të jeni të suksesshëm në shtëpi të mirë, të keni para të mjaftueshme për të çuar jetë të lumtur luksoze, si dhe me siguri dëshironi të keni jetë të suksesshme mendore dhe para së gjithash të bini në kontakt të drejtë për drejtë me fuqitë e ndërdijes suaj. Secili njeri është edhe afarist njëkohësisht, sepse merret me punën e quajtur jetë. Bëhu një afarist i suksesshëm duke paramenduar se punoni atë që kaherë dëshironi të punonit dhe si posedoni atë që kaherë dëshironi ta posedoni. Zhvilloni imagjinatën tuaj, mendimisht inkuadrohuni në vërtetësinë e suksesit. Le t'ju bëhet kjo shprehi për çdo mbrëmje, nisuni për të fjetur të përcjell nga ndjenja e suksesit, e përsosshmërisë kënaqësindjellëse dhe pastaj ka për t'ju shkuar përdore që në ndërdijen tuaj ta rrënjosni përgjithmonë idenë e suksesit. Besoni se keni lindur për të qenë të suksesshëm dhe do të fillojnë t'ju ndodhin çudirat. Faktet që duhen mbajtur mend. Të kesh sukses do të thotë të jetosh me sukses. Njeriu është i suksesshëm kur çon jetë të qetë, të lumtur dhe të gëzueshme, si dhe gjatë kësaj merret me punën që do. Përcaktohuni për punën që doni të punoni, pastaj filloni të merrni me të. Po qëse nuk jeni të sigurt se cila është aftësia juaj e vërtet, kërkoni këshilla, ide udhërëfyese dhe përgjigja do t'ju vijë. Specializoni për një veprimtari të caktuar dhe përpiquni të dini më tepër se të tjerët. Njeriu i suksesshëm nuk është vetjak. Dëshira e tij më e madhe është t'i shërbejë njerëzimit. Nuk mund të ketë sukses të vërtet pa qetësi shpirtërore. Njeriu i suksesshëm ka kuptueshmëri teje të madhe psikologjike dhe shpirtërore, po qëse paramendoni qartë qëllimin tuaj, ndërdia çuditëbërëse do t'ju asigurojë çdo gjë që ju nevojitet për ta realizuar këtë qëllim.
Mendimi i lëshuar me ndjenjën shndërrohet në bindje subjektive dhe le të bëhet sipas besimit tuaj. Aftësia e imagjinatës nxit fuqinë e ndërdijes për të realizuar përfytyrimet. Po desho të përparoni në vendin e punës, punëdhënësin, udhëheqësin ose shokun tuaj të jetës, paramendojeni duke ju përgëzuar funksionin profesional. Parafytyrimi le të jetë sa më i gjallë dhe sa më real. Përpiquni që gjatë përfytyrimeve t'i ndjeni zërat, t'i shihni lëvizjet dhe ta ndjeni realitetin e ngjarjeve e të personave të paramenduar. Bëjeni këtë me vendosmëri në mënyrë që pas një kohe të caktuar përsëritjesh ta përjetoni gëzimin nga plotësimi i lutjes suaj. Ndërdia është depoja e memorjes suaj. Për të pasur memorje të përsosur, do të duhet ta përsërisni fjalinë inteligjenca e paskajshme e ndërdijes sime në çdo kohë dhe në çdo vend më tregon çdo gjë që kam nevojë të di. Po që se planifikoni ta shisni shtëpinë a ndonjë pasuri tjetër, atëherë me zë të lehtë, me vendosmëri dhe me bindje, përsërisni pohimin pozitiv i jues. Inteligjenca e paskajshme tërheq blerësin e shtëpisë sime, i cili në të do t'jetoj me kënaqësi. Duroni sepse rrymat thellësore të ndërdijes do të përkujdesen që pohimi të realizohet. Ideja e suksesit i përmban të gjithë faktorët e suksesit. Vetes me besim dhe sa më shpesh përsëritjani fjalën sukses. Ndërdia do t'ju detyrojë që këtë ta realizoni. Shkencëtarët përdorin fuqinë e ndërdijes. Shumica e shkencëtarëve kanë shumë të njohur rëndësinë e pjesës së ndërdishme të mendjes. Ndërdijen e vet me mençuri e përdorën Edisoni, Marconi, Poincareu, Einsteini dhe shumë të tjerë. Ajo në shumicën e rasteve u jep bazë ose udhëzime për realizimin e arritjeve të mëdha të shkencës e të industrisë bashkëkohore. Hulumtimet treguan se nga aftësia e nxitjes së fuqive të ndërdijes për të vepruar varej suksesi i shkencëtarëve dhe i hulumtuesve të mëdhenj. Ja një shembull që tregon se si kimisti i njohur Friedrich von Stradonich e përdorte ndërdijen për t'i zgjidhur problemet kryesore. Ai kishte punuar gjatë, ishte përpjekur për të bërë renditjen e gjatë të atomeve të karbonit dhe të 6 atomeve të hidrogenit në molekulën e benzolit, mirë po rezultati vazhdimisht mungonte. I dërmuar nga lodhja, më në fund dëshirën ja përcolli ndërdijes së vet. Së shpejti, në momentin kur ishte duke hyrë në një autobus urban, nga ndërdia në vetëdije, vetëtimthi u shfaq një figurë gjarpri i cili e kafshonte bishtin e vet dhe mu sikur rrota sillej rreth boshtit të vet. Ndërdia i ofronte përgjigjen, atomet janë të renditura në formë rrethi. Në këtë mënyrë u zbulua unaza e benzolit për të cilën sot dinë të gjithë. Zbulimet e Nikola Teslës. Nikola Tesla ka qenë shkencëtar i njohur. Ai ka realizuar një numër të madh zbulimesh mahnitse nga lëmi i rrymës elektrike. Kur i binte ndërmend ideja për ndonjë zbulim, menjëherë e imagjinonte duke ditur mirë se ndërdia do të përkujdesej që pjesa e vetëdijshme e mendjes së tij në formë sa më konkrete të furnizohet me të dhëna, me pjesë dhe me plane të nevojshme. Duke analizuar me kujdes parafytyrimin, Tesla kursente kohën dhe energjinë që përndryshe do të duhej ta harxhonte në prodhim dhe në përsosje të prototipave. Kishte shprehi të thoshte, secili aparat gjithnjë punon ashtu siç e kam paramenduar. Brenda 20 vjetësh nuk ka ndodhur asnjë veçanti. Naturalisti i njohur dhe problemet e tij. Naturalisti i shquar amerikan, profesor Agassizi, zbuloi se ndërdia në mënyrë të palodhshme vepron edhe gjatë gjumit. Ja raporti së vesë së tij nxjerr nga biografia e shkencëtarit.
Plot 2 javë u përpoq të deshifroj gjurmët e paqarta të një fosili peshqish në një pllak uri, mirë po nuk pati sukses. I mllefosur dhe i raskapitur më në fund, hoqi dorë nga kjo, duke u përpjekur që këtë problem ta zhvendos nga vetëdia. Një natë u zgjua i mbushur nga ndjenja se kishte ndëruar fosilin e peshkut të plot me të gjitha pjesët që në pllakën prej guri mungonin. Mirë po, kur provoi ta vizitonte dhe ta vizatonte në fakt përmbajtjen e ëndrrës, ajo sa që la mbyll syt ju largua nga mendja. Herët në mëngjes shkoi në kopshtin botanik ku gjende edhe pllaka e gurit, me shpresë se me të shikuar përsëri pllakën do t'i shkojë përdore ta rikujtojë vizionin e natës që kishte ndëruar, por kot, detajet i kundërviheshin sqarimit. Natën tjetër, ai përsëri ndëroi të njëjtën gjë, e cila me t'u zgjuar nga gjumi edhe kësaj radhe ju zhduk nga mendja. Me shpresë se do të ketë fat që t'i përsëritej edhe një herë e njëjta gjë, natën e tretë pranë shtratit vuri një letër dhe një laps. Pastaj ra për të fjetur. Diku para agimit peshku ju shfaq përsëri, së pari pa qartë e më vonë me të gjitha karakteristikat dhe me të gjitha pjesët e veta, përfshirë këtu edhe pjesët që mungonin në pllakën prej gurit. Ende i përgjumur në errësirë të plotë të dhomës së vet, shkencëtari me shpejtësi i vizitoi tiparet e peshkut të ndëruar. Në mëngjes, që me se i befasuar me pamjen e pazakonshme të vizatimit të vet, i cili fare nuk u ngjante fosileve të peshqve që njiheshin deri në atë moment. Me shpejtësi shkoi në kopshtin botanik dhe, duke mbajtur skicën e vizatuar si udhëzim, me kujdes e grimconte pllakën prej guri, e cila, si të shihej, në brendi të vet i fshihte pjesët e tjera të peshkut. Duke vështruar fosilin e tërë, shkencëtari deri në detaje zbuloi se ai i ngjante atij që e kishte ndëruar dhe që e kishte skicuar, kështu që nuk e kishte të vështirë që ta klasifikonte. Mjeku i shquar e zgjidh problemin e sëmundjes së sheqerit. Para ca vitesh e mora një pjesë të nxjerrë nga një revistë profesionale në të cilën përshkruhej zbulimi i insulinës. Ja se ku qëndronte esenca e artikullit. Dr. Frederick Bantingu, mjek dhe kirurg i shkëlqyer nga Kanadaja, qysh para gjysmë shekulli ju kishte kushtuar hulumtimit të pasojave shkatëruese të sëmundjes së sheqerit. Në atë kohë esenca e mjekësisë nuk njihte metodë efikase për shërimin e kësaj sëmundjeje. Doktor Bantingu, gati tërë kohën e vet, e kalonte duke bërë eksperimente dhe duke lexuar literaturë profesionale. Një natë i raskapitur e zuri gjumin në laboratorin e vet, derisa ishte në gjumë, ndërdia e tij ja kishte shpjeguar se substancën që kërkonte duhej ta nxirrte nga pankreasi i sëmur i qenit. Kështu kishte lindur insulina, e cila më vonë u solli lehtësim miliona njerëzve të mbar botës. Vërej se doktor Bantingu, duke kërkuar zgjidhje, një kohë të gjatë u mor me këtë problem. Por gjithashtu ndërdia e tij pas një kohe të caktuar ju përgjigj dhe ja ofroi zgjidhjen e kërkuar. Nga kjo natyrisht nuk mund të thuhet se përgjigjen do ta merrni gjithnjë brenda natës në gjumë sipër dhe atë pas një kohe shumë të shkurtër. Ndonjëherë nevojitet pritje e gjatë dhe kjo fare nuk duhet ju brengos, për problemin e caktuar duhet menduar për çdo natë, çdo herë para gjumit, përpiquni që atë ta rrënjosni në ndërdijen tuaj sikur e bëni këtë për të parën herë. Pritja e gjatë e zgjidhjes ndonjëherë është rezultati i qëndrimit tuaj ndaj problemit. E kuptoni atë si shumë të rëndësishëm të rënd pas zgjidhje, madje edhe dyshoni në mundësinë e gjetjes së shpejtë të rrugdaljes. Ndërdia, siç është e njohur, nuk di as për hapësirën e as për kohën. Shkoni të flini të bindur se në të njëjtin moment e keni përgjigjen. Mos u nisni nga aspekti se vetëm ardhshmëria do t'ju sjellë lehtësim. Duhet besuar shumë në zgjidhjen pozitive.
Që tani, derisa jeni duke I lexuar këto reshta, binduni se zgjidhja e përsosur e çdo problemi tuaj ekziston dhe se atë e keni në dorë mu në këtë çast. Ikja nga llogori. Ja raporti I shkurtër I doktor Lothar von Blank-Smithit, shkencëtarit dhe elektronistit të shquar. Ai përshkruan mënyrën se si mendimin e ndërdijes së vet shpëtoi nga vdekja e sigurt që ju kanos në një llogor rus pas luftës së dytë botërore. Në një minier të Thëngjillit, diku në thellësi të Rusisë, isha rob I luftës. Atje, në çdo çast, njerëzit të dërmuar nga lodhja dhe nga uria vdisnin masivisht. Ishim në mbikëqyrjen e rojtarëve të vrasht, të oficerëve mizor dhe të komisarëve politik tejet me ndjenpret. Pas vizitës së shkurtër mjekësore, secili të burgosur I caktohej sasia e Thëngjillit që duhej mihur. Mua mu caktua sasia prej rreth 150 kilogramësh. Atij që nuk e plotësonte normën, I ndalohej ushqimi, gjë që të bën të kuptosh se së shpejti përfundonte në varrezat e afërma. Të gjitha mendimet e mia I përqendrova në ikje, e dija se ndërdia do të ma mësoj mënyrën më të mirë për ta bërë këtë. Shtëpinë në Gjermani ma kishin rënuar, antarët e familjes më ishin zhdukur, miqt dhe bashkëpunëtorët e mi I kishin vrarë ose I kishin internuar në ndonjë llogor të ngjashëm me atë ku isha vet. Ndërdijes sime ju drejtova kështu. Dëshiroj të shkoj në Los Angeles, e ti do të përkujdesesh që të arrijë atje. Los Angelesin e njihja nga fotografitë dhe shumë mirë më kujtoheshin disa nga bulevardet dhe objektet e tij më të njohura. Me ditë dhe netë të tëra e paramendoja veten duke shëtitur në përshitoren Wilshire me një amerikane të re të cilën e pata njohur në Berlin para luftës. Ajo tashmë është bashkëshortja ime. Imagjinoja se si hynim në për dyqane, se si uleshim në autobus dhe ushqeheshim në për restorante. Veçanërisht përpiqesha të përfytyroja veten duke vozitur automobilin amerikan në për bulevardet e gjata dhe të gjëra të Los Angelesit. Të gjitha këto I shihja si teje të gjalla dhe gati reale. Parafytyrimi më bëi konkret dhe shpesh më përzihej me realitetin e llogorimit. Komandanti I rojeve për çdo mëngjes me zë I numëronte robërit e radhitur. Në një rast, duke I thirrur ata sipas radhës, e kishte thirrur numrin 17. Ky ishte numri im. Sipas rregullit të caktuar, e bëra një hap para, ndërsa ata e thirrën për t'ju paraqitur komandantit. U kthye pas 1 ose 2 minutash, mirë po I habitur filloi të numëroj me të njëjtin numër nga robi I ardhshëm, pra me numrin 17. Gjatë rrugës për në minier, e shfrytëzova pakujdesinë e rojtarit dhe ika. Pasi përfundoi puna, natën vonë, numri I të kthyrëve përputhej me atë të mëngjesit, kështu që deri të nesërme në mëngjes, askush nuk e hetoi largimin tim. Pata ecur pa ndërprer 24 orë, pastaj pushova në një fshat të vogël për të mbetur gjallë, gjuaja peshq dhe shtaste imta, mëtej hasa në binar të hekurudhës dhe kur pash një tren që mbarte Thëngjill për në Poloni, natën u futa në të. Arrita në Poloni. Mendimin e ca miqve të atjeshëm ja dola të shkoj deri në Lucern të Zvicrës. Një mbrëmje, në hotelin Palas të Lucernit, u njoha me një mezobur nga Amerika dhe me bashkëshorten e tij. Ata më mundësuan që të udhëtoj për në atë dheun e tyre. Më patëm pranuar si mysafir në shtëpinë e tyre në Santa Monique. Në Los Angeles më priste vozitësi, I cili gjatë udhëtimit për në shtëpinë e tyre më kishte vozitur mu në për të njëjtat bulevarde që I kisha parafytyruar qysh kur ndodhesha në llogor. Gjithashtu nga parafytyrimet e mëparshme më ishin të njohura edhe ndërtesat dhe shitoret me drunj për anash, madje edhe shenjat e komunikacionit në shitoren Wilshire. Kisha përshtypjen se nuk gjendesha për të parën herë në Los Angeles, më dukej se edhe më parë kisha qenë aty, pra kisha arritur në cakun tim. Kur nuk do të pushoj së mahniturin ndaj mrekullisë që ma kishte përgatitur ndërgjia ime. Pikërisht kur më së tepër mi kisha nevojë,
Ajo gjeti mënyrën më të përshtatshme për të më ndihmuar. Rikonstruksionet arkeologjike dhe paleontologjike. Arkeologët dhe paleontologët shumë mirë e dinë se ndërdia universale mban mend çdo gjë që ka ndodhur në planetin tonë. Duke u marrë me hulumtimin e mbeturinave dhe të fosileve, ata shpesh urreken rikonstruksioneve me ndihmën e imagjinatës, gjatë të cilave ndërdia u ndihmon shumë. E kaluara po ringjallet me ngjyra, me erëra dhe me tinguj, duke vështruar tempuj të ndryshëm, enë të ndryshme argjili, statuja, mjetet të lashta të punës dhe mjetet të ndryshme shtëpiake, të gjitha ato që u takojnë kohëve të lashta, shkencëtarët janë në gjendje të përshkruajnë dhe të na shpjegojnë për kohën kur ende nuk ekzistonin gjuhët dhe kur njerëzit mes vete komunikonin me anë të ngërmimeve, me anë të hungërimave dhe me anë të shenjave të ndryshme. Me ndihmën e imagjinatës së përqendruar e të disiplinuar, shkencëtarët i zgjojnë fuqitë latente të ndërdijes, të cilat pastaj, në shenjë përgjigjeje, u mundsojnë që në tempujve të lashta t'u ameremetojnë kulmet dhe rreth e përqark t'u rregullojnë kopshte të mrekullueshme, të ndërtojnë bazene peshqish, fontana të ndryshme, si dhe fosile të ndryshme, t'u kthejnë syt, muskulaturën dhe fuqinë jetësore. Në këtë mënyrë, e kaluara shndërrohet në të tashmen dhe na bëjnë të kuptojmë se koha dhe hapësira në të vërtetë nuk ekzistojnë. Me ndihmën e imagjinatës së disiplinuar, të kontrolluar dhe të kasuar, secili prej nesh mund të bashkangjitet mendjeve më të mençura të njerëzimit. Mënyra se si ndërdia jep shenjën e vet. Po u gjetët përpara vendimit të rënd, ose në situatë kur nuk ju shkon përdore ta zgjidhni ndonjë problem, pa kurfar dileme, në mënyrë konstruktive, filloni të mendoni për brengën tuaj. Nëse lejoni t'ju kaploj frika a mërzia, nuk mund të thuhet se jeni duke menduar në kuptim të plotë të fjalës, sepse të menduarit e vërtet lirohet nga frika. Shembulli që pason paraqet teknikën e thjesht me të cilën do ta nxitni ndërdijen për t'ju dhënë shenjën e vet rreth secilit problem. Qetësojeni trupin dhe shpirtin tuaj. Çlodheni trupin, sepse meqense nuk posedon kërkesa as iniciativa të veta e as inteligjencë të vetëdijshme, ai duhet i nënshtrohet dëshirave tuaja. Trupi është letër e bardhë emocionale që shënon dhe absorbon çdo përshtypje dhe çdo besim të njeriut. Përqendrojeni vëmendjen dhe mendimet tuaja në zgjidhjen e problemit. Përpiquni ta zgjidhni atë mendimin e pjesës së vetëdijshme të mendjes. Merreni me mend se sa të lumtur do të ishit, po ta gjeni zgjidhjen sa më të përsosur të problemit. Përpiquni ta zgjidhni atë mendimin e pjesës së vetëdijshme të mendjes. Merreni me mend se sa të lumtur do të ishit, po ta gjeni zgjidhjen sa më të përsosur të problemit tuaj. Përpiquni që ta përjetoni ndjenjën që do t'ju kaploj, po të posedonit përgjigjen e kërkuar. Le të kënaqet mendja juaj me disponim të tillë, ndërkaq ju mos e ndërprisni së çlodhurit derisa të bini në gjumë të thellë. Po qëse kur zgjoheni ende nuk keni përgjigje, atëherë zbavituni me diçka tjetër që në mënyrë të drejtë për drejtë nuk ka të bëjë me problemin dhe ndërkohë përgjigja me siguri do t'ju arrijë befas duke kërcyer, mu sikur pjesa e bukës së stërpjekur kur del fluturimthi nga makina rreshkese. Menjëherë, pas pranimit të sinjalit, na bëhet e qartë se mënyra më e thjeshtë është më e mira. Ja edhe shembulli. Me një rast e pata humbur një unas të vlefshme që e kisha kujtim të dashur. E kërkova në çdo vend, mirë po nuk pata sukses. Po atë mbrëmje ju drejtova ndërdijes sime, ashtu si do t'isha drejtuar kujtdo tjetër. Para se të më zinte gjumi i thash, ti posedon çdo dituri, prandaj edhe jam i sigurt se e di vendin ku gjendet unaza ime. Para agimit u zgjova pa pritmas, ndërsa në vesh më tingëllonte, pyete Robertin.
Pse ta pyes Roberti, një fëmijë 9 vjeçar, mendova me vete. Si është e mundur që ai të di diçka për unazën time? Veprova sipas zërit të brendshëm. Po, derisa luaja me shok në obor e gjeta unazën. E mora dhe e lash mbi tavolinën e dhomës sime. Kam menduar se është e pavlerë, prandaj edhe nuk i kam thënë askujt. Më tha Roberti. Ndërdia gjithnjë do ta gjej përgjigjen, vetëm se duhet pasur besim. Ndërdia zbulon testamentin e fshehur. Përvojë të këtij lloji përjetoi edhe një djalosh dëgjuesi i rregullt i ligjëratave të mia. Babai kishte vdekur dhe me sa dukej nuk kishte lënë kurfar testamenti, mirëpo e motra kishte thënë se babai ja kishte bërë me dije se kishte shkruar një testament me të cilin të gjithë do të mbeten të kënaqur. Megjithatë, çdo përpjekje për ta gjetur atë shkoi huq, prandaj djaloshi, para se të binte në gjumë, ndërdijes së vet ju drejtua me këto fjalë. Ndërdijes sime ja përcjell kërkesën për gjetjen e testamentit. Jam i bindur se ajo e di ku gjendet, prandaj edhe do të ma tregoj vendin. Dëshirën e vet ai më tepër mblodhi me një fjalë të vetme: përgjigja. Këtë fjalë si ndonjë ninull e përsëriste vazhdimisht. Me fjalën përgjigja në gojë dhe në mendje u thellua në gjumë. Të nesërme në mëngjes ai ndjeu nevojë të fortë për të shkuar në bankën e caktuar, ku sipas informatave të tubuara ekzistonte një ark e rezervuar në emër të babait të vet. Ajo që ishte e deponuar në atë ark djaloshit i solli përgjigjen, gjetësisht zgjidhjen e problemit që e prekuponte. Mendimi që mbetet i rrënjosur në mendje para gjumit i nxit dhe i zgjon fuqitë e fjetura të ndërdijes. Po që se jeni në dilemë, ta shitni apo jo shtëpin, ti ndërprisni apo jo marrëdhëniet afariste, ti blini apo jo obligacionet e caktuara, të shpërnguleni apo jo nga njëri qytet në tjetrin, ose ta prishni ndonjë kontratë, atëherë veproni kështu. Me komoditet dhe në gjendje të qetë vendosuni në koltukun e çlodhjes ose në atë pranë tavolinës suaj të punës. Rikujtojeni të ekzistuarit e ligjit universal të aksionit dhe të reaksionit, si dhe mënyrën e tij të veprimit. Aksioni në këtë rast e paraqet mendimi juaj, ndërsa reaksionin përgjigja e ndërdijes suaj. Me fjalë të tjera, ndërdia sipas natyrës së vet reagon, përgjigjet dhe shpërblen. Nëse në mendjen tuaj gjendet aksioni i vërtet, atëherë në mënyrë të drejtë për drejtë do ta përjetoni reaksionin gjegjësisht përgjigjen që do të paraqesë sinjalin e dërguar. Derisa jeni duke kërkuar, gjegjësisht derisa jeni duke pritur sinjalin, duhet të jeni të ulur si dhe në gjendje të qetë, të mendoni për hapat që duhen bërë. Pra, do të duhej të shfrytëzonit ndërdijen tuaj, si dhe do të duhej t'ja bënit asaj me dije që t'ju shfrytëzoj. Në çastin kur ndërdia e merr kontrollin në duart e veta, çdo aksion është në mbikëqyrje të fortë të mençurisë subjektive, e cila nuk mund të gabojë. Vendimi që merret në këtë mënyrë nuk mund të jetë i gabuar, sepse do të gjendeni në detyrim të vazhdueshëm subjektiv për të ndërmarrë masa të qelluara. E përdor fjalën detyrim sepse ligji i ndërdijes në fakt edhe është detyrim. Fshehtësia e sinjalit të kërkuar. Fshehtësia e sinjalit të kërkuar, gjegjësisht e aksionit të vërtet, qëndron në aftësinë tuaj që me mendimet tuaja t'i përkushtoheni përgjigjes së vërtet, derisa diku në thellësinë tuaj të mos vijë përgjigja e kërkuar. Me fjalë të tjera, mençuria qëndron pikërisht në aftësinë tuaj të përdorimit të fuqisë së ndërdijes që ajo të filloj t'ju shfrytëzoj. Përderisa jeni duke vepruar në mbikëqyrjen e mendjes suaj subjektive, ju nuk do të bëni ndonjë hap të gabuar, me që thjesht do ta kuptoni se të gjitha mënyrat imponuese janë plot kënaqësi, se të gjitha rrugët do t'ju sjellin rehati. Faktet që duhen mbajtur mend.
Duhet mbajtur mend se ndërdia është meritoria për suksesin dhe arritjet e mrekullueshme të të gjithë punëtorëve më të mëdhenj shkencor. Duke përqendruar kujdesin e vetëdijshëm dhe veprimin mendor në zgjidhjen e problemit që ju mundon, ndërdijes do t'ja siguroni të dhënat e nevojshme dhe bazën e veprimit. Po që se jeni në dilemë para zgjidhjes së ndonjë problemi, përpiquni për ta zgjidhur atë në mënyrë objektive. Tubojini të gjitha informatat ekzistuese, pyetni në të gjitha anët, lexoni. Nëse edhe më tutje nuk gjeni përgjigje, atëherë gjithnjë, sidomos para gjumit, kërkesën tuaj përcjellni ndërdijes. Përgjigja, padyshim, do t'ju arrijë. Përgjigja nuk do t'ju vijë gjithnjë gjatë natës, mirë po ju mos hiqni dorë. Ndërdijes suaj me këmbë ngulje vazhdoni t'ja përsërisni dëshirën, do të agoj dita kur do ta keni zgjidhjen në duar. Nëse e mendoni problemin si të madh, zgjidhja e të cilit kërkon shumë kohë, vetëm mund ta shtyni zgjidhjen. Ndërdia i di të gjitha përgjigjet dhe për të gjitha problemet janë të njëjta. Binduni se përgjigjen e keni në duar, gëzojuni zgjidhjes, ndërdia me siguri do t'i përgjigjet ndjenjës të tillë. Çdo përfundim i bazuar në besim dhe në qëndresë do të materializohet me ndihmën e fuqisë çuditëbërëse të ndërdijes, po i besuat fuqisë së saj, çudirat edhe do t'ju ndodhin. Ndërdia është depoja e memorjes së njeriut, secili në ndërdijen e vet bart çdo përjetim, madje edhe ato të fëmijërisë më të hershme. Shkencëtarët thellohen në mendim afatgjat për mbeturinat e tempujve, për gjërat artistike, për fosilet e shtazëve dhe të bimëve. Në atë mënyrë, ata bëjnë rekonstruksionin e ngjarjeve në tërësi, duke i ringjallur të kaluarën, të afërmen dhe atë më të lashtën, gjatë kësaj, dukshëm, punon ndërdia. Kërkesën për gjetjen e zgjidhjes përcjellni ndërdijes. Përgjigja do të arrijë nëse keni besim të mjaftueshëm, pra mos dyshoni në fuqinë e ndërdijes. Aksionin e paraqet mendimi juaj, ndërsa reaksionin përgjigja e ndërdijes. Po që se mendimi është i mençur, aksioni ose përgjigja gjithashtu do të jetë e mençur. Sinjali i kërkuar paraqitet si ndjenjë, si vetëdije e brendshme, si impuls i brendshëm që ju informon se përgjigja është aty, se atë e mbani në duar. Ndiqeni këtë sinjal.